Forca e Sigurisë së Kosovës edhe këtë vit ka vazhduar të prijë me shkallën më të lartë të besueshmërisë në raport me institucionet e tjera. Ministri i Forcës së Sigurisë Haki Demolli vlerësoi se viti 2016 ishte i suksesshëm për FSK-n. Ndër të arriturat e vitit 2016, Ministri Demolli veçoi ushtrimin e përgjithshëm vjetor të FSK-s Shqiponia 5, që u zhvillua me institucionet e tjera emergjente dhe të sigurisë së vendit, ushtrimet me KFOR-in si dhe ushtrimet rajonale. Këtë vit kanë diplomuar edhe oficerët e parë të FSK-s nga radhët e komunitetit serb, përmendje dhe regjistrimin e kadetëve në Akademinë Ushtarake West Point. Unë vitin 2016 të vërtet e vlerësoj si një vit të suksesshëm, sepse pjesëtarët e FSK-s, falë përgatitjes së tyre profesionale, falë angazhimit të tyre, mund të them se kanë tregu suksese jashtëzakonisht të mëdha si në rrafshin vendor ashtu edhe në rrafshin ndërkombëtar. Edhe komandanti i FSK-s General Lejtnant Raman Rama vitin 2016 e vlerësoi të suksesshëm dhe veçoi besueshmërinë e qytetarëve ndaj këtij institucioni. Njësitë tona që janë të specializuar ato fillu prej deminimit, kërkim shpëtimit, me AKBK-s ose hazmatit, dhe njësitë tjera e kanë kryer obligimet e veta dhe detyrat e veta me qëllimin më të mirë që të krijojnë ambient dhe kushte për qytetarët e Kosovës. Një ambient sigurt për qytetarët e Kosovës pa dallim. Pavarësisht se zyrtarët, qeveritar dhe përfaqësues të institucioneve janë shprehur se Kosova tashmë është e gatshme ta formojë ushtrinë e saj, qeveria ende nuk e ka proceduar në kuvend projekt ligjin për transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur. Kjo pasi që deputetët e listës serbe nuk duan të votojnë për transformimin në forcë të armatosur. Njohësi i sigurisë Skënder Përteshi vlerëson se transformimi në forcë të armatosur mbetet pengi një vendimi politik dhe i ndryshimeve kushtetuese. Gjitha këto planifikime për ndryshim të ligjeve edhe politikave të sigurisë që e ndihmojnë këtë forcë për transformimin në forcë të armatosur të Kosovës ende mbeten pengi një vendimi politik. Këtë rast, pengi ndryshime kushtetuese të cilat nevojiten për transformimin e kësaj force në forcë të armatosur të Kosovës. Ministri i FSK-s Haki Demolli ndërkaq thot se FSK-ja është e gatshme të transformohet në forcë të armatosur, sipas tij mbetet vetëm votimi në kuvendin e Kosovës. Kur flasim për këtë objektiv, nga perspektiva e Ministrisë së FSK-s do të kisha theksuar se ne kemi bë atë çka është e mundur të bëhet. Duke parë se lista serbe vazhdon të jetë kundër transformimit të FSK-s në forcë të armatosur, njohësi i sigurisë Skënder Përteshi mendon se qeveria e Kosovës duhet të ketë plan tjetër, sipas tij mund të ndryshohet ligji aktual i FSK-s. Derisa të piqen kushtet, kisha me thonë, që lista serbe dhe komuniteti serb në përgjithësi të pajtohet për ndryshimet kushtetuese për transformimin e kësaj force, kërkohet që të ndryshohet ligji aktual i FSK-s. Por Ministri Demolli thot se pavarësisht se mund të ndryshohet ligji, transformimi i FSK-s në forcë të armatosur duhet të bëhet vetëm përmes ndryshimeve kushtetuese. Unë si Ministri i FSK-s në parim jam që transformimi si proces prej Forcës së Sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur të Kosovës të zhvillohet vetëm përmes ndryshimeve kushtetuese. Antari i Komisionit Parlamentar të Punëve të Brendshme, Sigurisë dhe Mbikëqyrjes së FSK-s Anton Çuni ndërkaq thot se në vitin 2017 qeveria e Kosovës duhet të ketë prioritet transformimin e FSK-s në forcë të armatosur. Sipas tij, nëse kjo nuk bëhet me votimin e listës serbe, atëherë duhet të përdoren alternativa të tjera. Është shumë e rëndësishme që ne të kemi pajtëshmërinë edhe të deputetëve serb, do të ishte një kompromis shumë i mirë, përndryshe nëse shteren këto mundësi, atëherë natyrisht që edhe ne deputetët, por edhe qeveria Kosovës do të detyrohemi të kërkojmë alternativa tjera. Ndërsa komandanti i FSK-s Raman Rama theksoi se FSK-ja është e gatshme për transformim në forcë të armatosur, kurdo që të merret vendimi politik, por edhe për vitin 2017, qëllimi kryesor i Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës është realizimi i ëndrrës të gjithë qytetarëve. Ajo është transformimi në forcë të armatosur, tha Ministri i FSK-s Haki Demolli.